Protestat e dhunshme në Iran kanë hyrë në ditën e tyre të 14, mes raportimeve për 10 viktima dhe mijëra persona të ndaluar nga autoritetet, përfshirë dhe të rinj nën moshë. Situata në terren vijon të përkeqësohet, ndërsa reagimet ndërkombëtare po shtohen. Në një deklaratë të fundit, presidenti amerikan Donald Trump ka shprehur mbështetje për qytetarët iranianë, duke theksuar se Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndërhyjnë për t'i ndihmuar. Ai shkroi se populli i Iranit po afrohet lirisë si rrallë herë më parë dhe se Washingtoni po ndjek nga afër zhvillimet. Ndërkohë, dëshmitë që vijnë nga brenda vendit janë shqetësuese. Burimet mjekësore dhe stafi spitalor i kanë deklaruar BBC se spitalet janë përballur me fluks të madh të plagosurish, duke vështirësuar ofrimin e ndihmës së nevojshme. Sipas tyre, kapacitetet shëndetësore janë vënë në presion të jashtëzakonshëm, veçanërisht nga numri i madh i të rinjve të prekur nga përplasjet. Protestat nisën rreth 2 javë më parë në Teheran, të nxitura fillimisht nga vështirësitë ekonomike dhe rënja e fuqisë blerëse, por përhapën me shpejtësi me mbi 100 qytete dhe qyteza në të gjithë vendin. Me kalimin e ditëve, thirrja e protestuesve ka marrë një dimension edhe më të gjerë politik. Autoritetet iraniane kanë ndërprerë aksesin me internet në mbar vendin, duke izoluar përkohësisht popullsinë nga bota e jashtme. Megjithatë, pamjet e kufizuara që kanë qarkulluar tregojnë tension, përplasje dhe skena kaotike në rrugë, ndërsa mesazhet e protestuesve sinjalizojnë kërkesa për ndryshim rrënjësor politik dhe po ashtu institucional.